Kohët e fundit, një lajm shumë i keq qarkullon për aktorin turk Çağlar Ertuğrul. Aktori turk i tha shtypit se ai ishte diagnostikuar me një tumor malin. Sipas mjekëve, aktorit i ka mbetur pak për të jetuar për faktin se tumori po përhapet në mënyrë të shpejtë në trupin e tij. Por pavarësisht sëmundjes së tij të rëndë, Çağlar Ertuğrul mundohet të jetë sa më pozitiv. Ai po merr trajtim në një nga vendet e Europës. Kohët e fundit në dalje të njerëz prej qendrave tregtare, gazetarët e pan aktorin bashkë me të dashurën e tij dhe i bën disa pyetje. Aktori u pyet se pse nuk martohet me të dashurën kur ata kanë vite së bashku. Ku ai u përgjigj: "Unë dhe e dashura ime kemi pothuajse 8 vite bashkë dhe mendoj se martesa nuk është gjithçka. Për aq kohë sa e duam njëri tjetrin, nuk na duhet një letër martesore për të qenë bashkë. Por dëshira ime ishte shumë që të krijoja një familje të shëndetshme dhe të kem fëmijë si gjithë të tjerët. Por siç e dini, fati pas ka plane të tjera për mua. Shpresoj që së shpejti të kaloj kjo periudhë e vështirë e jetës time dhe më në fund të jetoj jetën që ëndërroj, sepse jam vetëm 37 vjeç." Por pavarësisht se aktori përpiqet ta marrë me pozitivitet, ai përsëri duket se është në vështirësi. Në këtë intervistë, një nga gazetarët i bëri një pyetje as pak njerëzore rreth sëmundjes së tij. Gazetari e pyeti aktorin: "A mund të na tregoni datën e vdekjes tuaj që ju dhan mjekët?" Sigurisht kjo pyetje e zemëroi dhe lëndoi shumë aktorin, saqë ju desh të dashurës së tij të fyente gazetarin dhe duke marrë Çağlar për dore, e futi në makinë. Shpresojmë që aktori të shërohet sa më shpejt.